Programi kombëtar i depistimit të shikimit në shkolla ka nisur dhe këtë vit. Ky program i rëndësishëm shëndetësor do të vijojë deri në fund të vitit, ndërsa janë parashikuar të depistohen rreth 4300 nxënës. Mjekja Flaura Jani bën me dije se risi për këtë vit do të jetë depistimi i nxënësve të klasave të para. Filloi dhe procesi i vlerësimit të shikimit për fëmijët e grup moshës 6 deri në 14 vjeç. Në 46 shkollat e qarkut të Korçës, pra në bashkinë Korçë, Pustec dhe Maliq. Janë të përfshirë 17 mjekë të trajnuar dhe do të depistohen deri në fund të vitit shkollor 4364 fëmijë. E reja e këtij viti është që në këtë proces vlerësimi do të jenë edhe fëmijët e klasave të para, sepse në vitet e kaluara kanë qenë klasat e treta, të pesta, të shtata dhe të nënta. Synimi i programit, thot mjekja, është që çdo fëmijë të ketë mundësinë e një kontrolli të rregullt për të siguruar zhvillim të shëndetshëm dhe performancë më të mirë në procesin mësimor. Ajo që ne kemi parë është që në shumicën e këtyre rasteve kur është parë nevojshme një vizitë tek mjeku specialist, fëmijët kanë marrë një diagnozë që kryesisht është zgjidhja e problemit të tyre lidhur me shikimin nga larg, pra vënia e syzeve. Depistimi i hershëm i problemeve të shikimit është një hap i domosdoshëm për parandalimin e pasojave afatgjata dhe për të garantuar një të ardhme më të sigurt për shëndetin e fëmijëve.